Nuk është hera e parë që Shqipëria tronditet nga protesta historike. Para ishte në vitin 91, kur pas rënies së regjimit të Enver Hoxhës dhe vendosjes së pluralizmit, 10 mijëra shqiptarë mësojnë brigjet e puljas në anijet mbi ngarkuara. Më pas erdhi drama e vitit 97, ku një agoni e madhe ekonomike, falimentimi i firmave piramidale të bazuara në skemën Ponzi, çoi drejt falimentit qindra mijëra qytetar. Kjo provokoi një kryengritje të armatosur që i kushtoi vendit mijëra të vrarë. Qeveria socialiste e Bashkimfinos nën presidencën e Sali Berishës nuk mori asnjë përgjegjësi, ndërsa zgjedhjet e parakohshme u fituan nga Fatos Nano, duke i dhënë fund revoltës. Pas dekadash rotacioni mes demokratëve dhe socialistëve në një mjedis korrupsioni, Shqipëria nisi projektin për hyrje në Bashkimin Evropian. Ky objektiv mbetet i vështirë për shkak të korrupsionit vazhdueshëm, mungesës së shtetit të së drejtës dhe prirjes për të ndërtuar resorte luksoze në zonat e mbrojtura, një politikë që shkel parimet e Bashkimit Evropian. Indiferenca e kryeministrit Edi Rama ndaj mjedisit ka shkaktuar që në fund të majit protesta masive kundër planit të vitit 2024. Ky plan parashikon ndërtimin e vilave luksoze në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec, Laguna e Nartës, nga investitori Jared Kushner, dhëndri i Trumpit. Projekti shtrihet në qindra hektar dhe ka vlerën e mbi 5 miliard eurove nga Atlantic Incubation Partners, kompania e lidhur me Affinity Partners të Kushner. Simboli i protestës është leleku roz ose flamingo. Ky shpend është ndër speciet e mbrojtura në parkun kombëtar të lumit Vjosa, që përfshin Sazanin dhe Nartën, ku gjejnë stre, fokat murg dhe breshkat e detit, shpjegon Giorgio Fushone, studiues në ISPI, por protesta është shumë përmarrësore, pasi përveç mjedisit ajo konteston politikën e brendshme të Ramos dhe ka një dimension gjeopolitik, duke treguar se si administrata Trump përdor Ballkanin për të ndërtuar diplomacinë me interesat private, thekson ai. Kjo situatë buron nga një model ekonomik privat i keq menaxhuar në Shqipërinë postkomuniste, ku spikasin turizmi kaotik dhe miratimi i ligjeve speciale pa debat publik. Thelbi i përplasjes është pasuria e pafundme përballë një pabarazie rrënqethse. Për të hedhur bazat e këtij projekti në mars 2024 u ndryshua ligji për zonat e mbrojtura, duke prezantuar turizmin e ekselencës për ta bërë kuadrin ligjor më pak kufizues për ndërtuesit. Qeveria i dha kompanisë statusin e investitorit strategjik përmes procedurave të përshpejtuara. Megjithatë, sipas një investigimi të BIRN, kompania zbatuese Zvërnet South Adriatic Development është e regjistruar në Holland përmes një strukture trusti që fsheh përfituesit fundor. Për më tepër midis tyre ka të përfshirë individ me procedime penale apo mosmarrveshje për pronësin. Në projekt marrin pjesë edhe manjat nga Katari, si vëllezërit Al Kayat, të Power International Holding. Mobilizimi i filluar për mbrojtjen e natyrës u kthye shumë shpejt në termometrin e pakënaqësisë së përgjithshme ndaj kryeministrit. Gentiola Madhi, studiuese pranë Observatorit Ballkanit, deklaron se protestat nisën në maj në zonën Vjos-Nart, ku ekskavatorët dhe telat me gjemba u shfaqën pas një transparencë. OJQ lokale dhe qytetarët u ngritën kundër mega investimit të Kushner, që u bë simboli politikave të Ramos. Ligji i vitit 2024 që reduktoi kufizimet në zonat e mbrojtura u rrëzua madje edhe nga Parlamenti Evropian gjatë diskutimeve për zgjerimin e BE-s në Ballkan, sipas Beatrice Manaresit, bashkëpunëtore në Horizonti Politike. Kundërshtimi ka të bëjë me rrezikun që zonat me vlerë të lartë publike të shndërrohen me shpejtësi në destinacione ekskluzive pa kontroll publik. Problemet ngjashme ka edhe në Dardh të Librazhdit me një digë hidrocentrali që kufizon ujin. Urbanistja Doriana Musai thekson se qytetarët kërkojnë të marrin pjesë në vendimmarrje përpara se të zbatohet projekti. Kështu protesta mjedisore u bë fitili i pakënaqësisë ndaj mungesës së transparencës, çmimeve që sharaket koncesioneve të tokave, cilësisë së ulët të jetesës dhe rritjes së çmimeve nga turizmi i luksit. Arlin Qori, lideri i lëvizjes së Majt Bashk, shpjegon se pikat e takimit mes mjedisorëve, liberalëve dhe konservatorëve i mbajnë njerëzit bashkë kundër oligarkisë ekonomike. Protesta mbështetet edhe nga diaspora. Sipas Instat, mes viteve 2021-2025 kanë emigruar rreth 130.000 qytetarë nga një popullsi prej vetëm 2.5 milionësh. Rama në pushtet prej 13 vitesh pretendoi për Financial Times se demonstratat ishin amplifikuar nga aktorë që lidhen me Iranin, ndonse Shqipëria strehon opozitarë të Teheranit dhe psoi një sulm kibernetik në vitin 2022 është e pabesueshme që një revoltë e tillë masive të drejtohet nga jashtë. Sipas Fusiones, protestat shpërthyen në prag të samitit BE Ballkan në Tivat, ku u riafirmoi ardhmja europiane e Shqipërisë, e cila duhet të parafrohet plotësisht me legjislacionin mjedisor të BE-s. Por nëse për të kënaqur familjen Trump, Rama po luan bixhoz me integrimin evropian të vendit, situata për të mund të çojë në dorëheqje edhe zgjedhjet parakohshme. Përshtatur nga Terzo Giornale me Vittorio Bonanin.